Enti regulatori i energjisë po shqyrton mundësinë e unifikimit të tarifave për konsumatorët, faturimi me 2 nivele mund t'i qet. 6 vjet pas tragjedisë së Gërdecit, familjarët e viktimave kërkojnë dëshkimin e fajtorëve, qeveria premton reformë në drejtësi. Kryeministri Rama, takim me sipërmarrës në fushën e agrobiznesit në Lushnjë, qeveria do të mbështesë prodhimet shqiptare dhe eksportin e tyre. Shtyhen me 3 muaj punimet në rrugën e Elbasanit, shkak ndryshimi i projektit për krijimin e hapësirave të gjelbërta. Rritet tensioni në Ukrainë një ditë përpara referendumit në Krime, nga përleshjet mes palëve shënohen 2 të vdekur e disa të plagosur. Përshëndetje dhe mirëserdhët në edicionin e lajmeve të orës 15 në Vizion Plus. Tarifat e energjisë elektrike mund të ndryshojnë sërish. Bordi i entit regulator të energjisë po shikon mundësinë e unifikimit të këtyre tarifave për ato familje që shpenzojnë deri në 300 kWh në muaj. Në këtë mënyrë, këta konsumator mund të paguajnë më shumë. Vendimi pritet finalizohet në 6 mujorin e 2 të vitit dhe synon që të jap fund abuzimeve që bëjnë faturistët me leximin e matësave. Bordi i entit regulator të energjisë po shqyrton mundësinë për të unifikuar çmimin e tarifave që shitet energjia elektrike për konsumatorët familjar. Çka lë të hapur mundësinë që të gjithë ata konsumatorë të cilët shpenzojnë më pak se 300 kWh në muaj ta paguajnë më shtrenjtë faturën e energjisë elektrike. Burime konfidenciale thon për Vizion Plus se ky vendim pritet që të merret në 6 mujorin e 2 të këtij viti dhe synimi kryesor do të jetë shmangja e abuzivitetit që mund të ndodhë nga ana e faturistëve të ÇEZ gjatë kohës që ata lexojnë matësin. Në Shqipëri çmimi i energjisë elektrike për familjarët por dhe për bizneset është i ndarë me fasha. Bloku i parë aplikon një tarifë prej 7.7 lekësh për të gjithë ata që nuk i kalojnë 300 kWh dhe mbi këtë sasi, çdo kilovat më tepër faturohet me 13.5 lekë. Të njëjtat burime konfirmojnë gjithashtu se tarifat do të shkojnë drejt një mesatarje e çmimi mes 7.7 dhe 13.5 lekëshit. Në këtë mënyrë, pjesa që do ta vuajë më shumë këtë ndryshim do të jenë familjet e varfra dhe ata të cilët përpiqen të kursejnë më shumë energjinë elektrike. Sipas të dhënave që disponon enti regulatori i energjisë, nga 900.000 abonent familjar, 750.000 konsumojnë më pak se 300 kWh në muaj. 2009 ishte viti i fundit kur u rritën tarifat e energjisë për konsumatorët nga një mesatare prej 5.7 lekësh në 9.3 lekë. Por ky grafik këtu tregon qartë se megjithëse çmimet u rritën, nuk pati të njëjtën rritje dhe arkëtimi i energjisë elektrike. Me sa duket, e vetmja mënyrë që ende dhe sot mbetet sfida hapur në këtë sektor është lufta kundër informalitetit. Një pjesë e mirë e qytetarëve nuk paguajnë faturat dhe një pjesë tjetër merr energji me anë të lidhjeve të jashtëligjshme. Dhe problemet me energjinë elektrike janë të shumta, por më kryesori për konsumatorët është mbifaturimi. Shumë qytetarë ankohen për shuma të mëdha që nuk justifikojnë konsumin mujor. Të dhënat e entit regulator të energjisë tregojnë se ankesat kanë ardhur në rritje. Mbifaturimi i energjisë është një ndër problemet që ende nuk ka marrë zgjidhje, madje është rënduar. Vetë enti regulatori i energjisë konstatoi në raportin vjetor të monitorimit të kompanisë ÇEZ një rritje të lartë të numrit të ankesave, ku më të lartat rezultonin ato të mbifaturimit ose keqfaturimit. Vetëm në vitin 2013, numri i ankesave krahasuar me një vit më parë u rrit me 18.000 të tilla, edhe pse menaxhimi këtë herë nuk kishte nga ana e kompanisë private, por nga shteti. Rasti i kësaj fature tregon qartë kaosin që ndodh me kompaninë që menaxhon rrjetin e shpërndarjes. Këtij konsumatori fatura e janarit i ka ardhur 0 lekë dhe ajo e muajit shkurt 24.000 lekë. Kështu për çdo kilovator të faturuar mbi limitin 300, ÇEZ arkëton më shumë para. Por ky nuk është shembulli i vetëm. Mjafton një vëzhgim në zyrat e kujdesit ndaj klientit dhe qytetarë të shumtë afrohen për të treguar faturat e larta të energjisë që i kanë ardhur këtë muaj. Problemet janë këto. Si me qenë uzinë, jo shtëpi, ka shku deri 200. Deri 200 ka shku që e kam paguar. Konsumatorët kërkojnë që në momentin që lexohet matësi nga faturisti, të jenë dhe ata të pranishëm. Nuk e kontrolloj datë, se sahatët nuk i shohim ne. Unë për shembull shoh vetëm këtë. E ke pas kaq, e ke kaq, po ku ta verifikoj unë që e kam kaq? Ndërsa vetë kompania ÇEZ thotë që çdo rast për të cilët qytetarët kanë ankesa, si për mbifaturim, ashtu dhe për ndërprerje të padrejtë energjisë elektrike, duhet të shkojnë të kërkojnë një zgjidhje në zyrat e kujdesit ndaj klientit. 6 vjet pas shpërthimit tragjik të Gërdecit që u mori jetën 26 personave, plagosi qindra të tjerë, familjarëve të viktimave nuk ju është shuar dhimbja.
Gjatë gjithë kësaj kohe, shumë prej banorëve ju është dashur të luftojnë për mbijetesën, por ajo që i vret më shumë ata është mungesa e drejtësisë për këtë ngjarje. Ato që janë mbledhur në varrim, ma do lek. Ma do lek të viktimave që kanë thonë, por ato i kanë futur që kërë kanë marrë në bongë dhe s'mund t'i prek dot, nuk mund të shihem dot ma do lek. Lek viktima është lek gjaku. Ashtu si që nga ke pa, para 6 vjetë është jemi dhe sot. Nga 15 mars i vitit tjetër, kanë ardhur 7 ditë e para, pastaj nuk kemi qenë letra kryeministrit, kemi shku ke ministri i drejtësisë, që kanë qenë atëherë. Biles ministri i drejtësisë tha ti nuk ke letra për tokën, tha, si është president sot, tha, kështu që s'ke tokë fare, tha atje. 6 vjet pas tragjedisë së Gërdecit, familjarët e mbetur të familjes Deliu ende vuajnë pasojat e atij shpërthimi. Familja që pësoi humbje më të madhe me 6 viktima, pohon se vëmendja pas ngjarjes u zbe shpejt për të mbetur përpjekjet për mbijetesë. Ishim 12, ngjetëm 6. Gjysmë e familjes. Djalim sot do të ishte në klasë 2. Vetë drejtësi, dim fajtorin, kush na vrau. Familjarët e 26 viktimave i përkujtuan ata si çdo vit në mesditë në kohën e shpërthimit, duke vendosur lule këtu ku janë gdhendur emrat e tyre. Zhvillimet e drejtësisë gjatë kësaj kohe me lirimin e të akuzuarve kryesor për këtë ngjarje i kanë bërë ata edhe më shumë mosbesues. Aty vritin 26 veta dhe këtë vej funit dalin shpërburg. Dinim që shak, zdi që atë. Drejtësia, shteti, ta zbardh në ngjarjen. Koha ka kaluar shpejt për të tjerët që pësuan vetëm dëmtime të shtëpive. Kudo sheh vila disa katëshe që kanë zëvendësuar gërmadhat pas shpërthimit. Banorët janë rikthyer jetës së përditshme, madje edhe kalimi përgjatë kraterit të shpërthimit është kthyer në rutinë. Gërdeci sotëm nuk i ngjan as pak atij të 6 viteve më parë, ku në një të shtun si kjo, nga shpërthimi në punisht të municioneve humbën jetën 26 persona dhe u plagosën me qindra të tjerë, por ende në zemrat e familjarëve të viktimave mbetet kjo pyetje. S'kishte as i fajtor për këtë ngjarje këtu. Kush është fajtori? E pikërisht në këtë 6 vjetor të tragjedisë Gërdecit, qeveria shqiptare deklaron se drejtësia për këtë ngjarje ende nuk e ka thënë fjalën e fundit. Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodheli ka vendosur lule në memorialin kushtuar viktimave dhe lajmëroi reformë në drejtësi. Zonja Kodheli premtoi gjithashtu pastrimin e të gjithë zonave nga municionet e rrezikshme. Si kreu i mbrojtjes, ministria që po punon për pastrimin e Gërdecit, Mimi Kodheli është njohur nga drejtuesit e shtabit të përgjithshëm me operacionin e pastrimit. Flamujt e vegjël të kuq tregojnë se kjo zonë është e rrezikshme pasi ndodhen 10 municione nën tokë. Janë ende 68.000 m2 tokë të papastruar për të cilën po punojnë 25 ushtarak. Deri në shtator të këtij viti mendohet të përfundojë ky proces. Edhe pse jo në përmasat e Gërdecit, në Shqipëri ka 13 hotspote të tjera, pastrimi të cilëve do të nisë së shpejti. Ndërsa këto lule, Ministria Kodheli i vuri mbi memorialin e viktimave në emër të qeverisë shqiptare, dhe po si përfaqësuese e saj, ajo dha këtë mesazh për drejtësinë. Pushteti ligjor është një pushtet që ka qenë i vënë në pikpyetje dhe është dhe sot i vënë në pikpyetje, sepse ka korrupsion brenda, sepse është i pareformuar, sepse nuk është atje ku meriton ta ketë një vend i cili funksionon në një demokraci të caktuar, ka nevojë për reforma, ka nevojë për ristrukturim. Për tragjedinë e 15 marsit 2008 po vuajnë dënimin në burg vetëm Sokon Gjeçi dhe Dritan Minzolli, ndërsa dy të akuzuarit e tjerë, Ylli Pinari dhe Mihal Deli Jorgji, u liruan me kusht pa kohë më parë. Do të vjojmë edhe tjera zhvillime, qeveria shqiptare do t'i kushtoj një vëmendje të posaçme rritjes së prodhimit vendas dhe eksportit të tij. Gjatë një takimi në Lushnjë me sipërmarrës në fushën e agrobiznesit, kryeministri Rama bisedoi edhe me tregtarë nga Kosova, të cilët importojnë produktet shqiptare. Kryeministri Edi Rama ka vizituar një sipërmarrje në fushën e agrobiznesit në Lushnjë. I shoqëruar nga Ministri Bujqësisë, kreu i ekzekutivit pa nga afër një linjë të grumbullimit dhe paketimit të prodhimeve bujqësore. Zoti Rama u informua mbi punën e këtij biznesi dhe tregtimin e produkteve bujqësore jashtë kufive të Shqipërisë. Ne kemi një qëllim shumë të qartë bazuar tek një qasje e re ndaj bujqësisë. Ne duam jo më të hedhim parat për të mbështetur mbijetesën,
po të hedhin parat për të mbështetur këto lokomotiva të transformimit të gjithë rrugtimit prodhimit bujqësor. Kreu i qeverisë ka biseduar dhe me biznesmen kosovar, të cilët importojnë prodhimet shqiptare për tregun e tyre. Vizioni i tij për produktet e Shqipërisë me një paketim tjetër ndryshe nga ç'është në momentin e tregu, ka qenë mjaft i qelluar dhe i kërkuar nga tregu kosovar. Mbështesim sigurinë e çdo prodhuesi, se prodhimi i tij nuk do mbetet pa shitur. Mbështesim inovacionin e të gjithë atyre që si ju angazhohen në këtë transformim dhe të mbështesim atë progres që garanton gjithë ky zinxhir. Kryeministri Rama shprehun mbështetjen e qeverisë për bujqësinë dhe prodhuesit shqiptar. Emisioni i parë Debat Plus ka diskutuar mbrëmjen e së premte sondazhin mbi punën 6 mujore të qeverisë. Moderatori Eduard Zaloshnja, pyetjet përfshinin fushat kryesore si ekonomia, rendi dhe arsimi. Rezultatet e debatuara në studio flasin për një perceptim pozitiv të ekzekutivit të drejtuar nga kryeministri Rama. Ka startuar mbrëmjen e të premtes emisioni Debat Plus në drejtimin e gazetarit Eduard Zaloshnja. Në fokus të diskutimit ishte sondazhi realizuar nga vetë moderatori, ku përfshinte pyetje për 7 çështje kryesore, ndër të cilat ekonomia, arsimi, shëndetësia e rendi. Rezultatet e sondazhit sollën perceptimin e publikut për punën 6 mujore të qeverisë Rama. 53% të pyeturve mbi ecurinë e ekzekutivit të majt janë përgjigjur mirë, 11% shka, 34% keq dhe 2% se di. Një tjetër çështje që ka sjellë debat ishte perceptimi mbi situatën ekonomike. Shëndoshja e ekonomisë nuk pyet je i majt apo i djathtë. Një lloj po të them një fakt. Është fakt, ata njerëz që kanë thënë ekonomia do jetë më keq në shumicë ndërmuese janë të djathtë. Ne shqiptarët jemi pesimist nga natyra. Të gjithë ne kujtojmë në një mënyrë ose një tjetër ato vargjet proverbiale, se lanike ta të pjetë siç ka qenë do të jetë. Sondazhi përfshinte edhe pyetje lidhur me politikanin më të preferuar, që rezultoi të ishte kryeministri Rama me 46%, apo grupin parlamentar më pozitiv, që ishte ai socialist me 44%. Debat Plus do të prezantojë në emisionet e ardhshme edhe sondazhe javore apo mujore, rezultatet e të cilave do të komentohen dhe analizohen dhe nga protagonistët politik. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2013 vëren se Shqipëria mbetet vend burim për marijuanën që tregtohet në Europë. Dokumenti tërheq vëmendjen për mungesën e statistikave të sakta për prodhimin e kanabisit në vend. Shqipëria mbetet vend burim për marijuanën që shpërndahet në tregun evropian, si dhe që përdoret për konsumim lokal. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për 2013 mbi trafikun e lëndëve narkotike thekson se vëllimi i drogës së prodhuar, kapja e saj dhe arrestimet kanë vijuar përgjatë kësaj kohe. Megjithatë, në dokument thuhet se veç kanabisit, Shqipëria nuk është prodhues i madh i lëndëve të tjera narkotike. Me përjashtim të kanabisit, Shqipëria nuk është prodhues i rëndësishëm i drogave të palishme, ku përfshihen edhe ato sintetike. Qeveria e Shqipërisë nuk zotron statistika të sakta për përdoruesit e drogës, por përveç marijuanës, përdorimi i lëndëve narkotike nuk është dukuri e zakonshme. Departamenti Amerikan i Shtetit shkruan se bazuar në sasinë e bllokuar për gjatë 2013-s, prodhimi i marijuanës mbetet në nivele të larta edhe pse nuk ka vlerësime të sakta se sa është në total. Duke cituar të dhënat e policisë shqiptare, gjatë vitit të kaluar, thuhet se janë kapur rreth 33 ton kanabis sativa. Pavarësisht kultivimit të lartë, Dash vë në dukje rezultatet e arritura nga vendi ynë në luftimin e trafikut të drogës. Projekti i rrugës Elbasanit që u debatua shumë kur nisi punime do të ndryshojë sërish. Autoriteti kombëtar i rrugëve synon të kthejë gjelbërimin në një pjesë të rrugës pas debatit për prerjen e pemëve në parkun kombëtar. Por ky ndryshim projekti do të kushtojë zgjatjen me 3 muaj të punimeve. Që të shmangni për mu shkrituaj aktore pluri që gjëndet gjithnjë në rrugën e Elbasanit pranë Fakultetit Filologjik dhe Atij Ekonomik, këshilla që ju japim është që të përpiqeni të mos kaloni në këtë zonë edhe për të paktën 3 muaj, ndërsa ju që ju lidh puna apo jetesa bëni durim deri në qershor, kohë kur pritet të përfundojnë punimet në këtë segment rrugor. Ky është afati përfundimtar që ka përcaktuar Autoriteti i Rrugëve. Për vitin 2014 janë planifikuar fondet të cilat do të bëjnë të mundur përfundimin e punimeve në fund të muajit qershor të vitit 2014.
Punimet në këtë segment që vjon deri tek rreth rretullimi i Saukut me një gjatësi 2.2 km kanë nisur që në prill të vitit 2012 dhe që nga ajo ditë kalimi në këtë zonë për banorët dhe kalimtarët është kthyer në shqetësimin kryesor. Jemi detyruar me kalu këtë rrugë. Të merri papam, nuk e di se ç'a bën. Penxhere, rroba, gjëra, plun, ç'a them, katastrofe papam. Ndërsa biznesmenët e zonës thonë se pluri i madh ka bërë që të bjerë ndjeshëm frekuentimin nga qytetarët. Po kjo është kthyer në një tmerr themi. Edhe si qytetar, po të kalosh, ka momente që nuk e shikon edhe personin 1 metër, 2 metër larg. Taksat i paguajmë për këtë periudhë që unë s'kam fare punë, po që për shkak të ndotjes është një arsye patjetër. Normalisht funksionon siç po e shikoni marketi mban gjithmonë dyert e mbyllura, pashtu dhe lokalet përballë. Aktualisht autoriteti rrugëve është duke ripar projektin për këtë segment me qëllim përmirësimin e tij. Ndaj afati punimeve do të zgjatet përtej parashikimeve. Është kërkuar edhe një ndryshim tjetër të bëhet të shikohet mundësia e përmirësimit të projektit nga ana arkitektonike, plotësimi me infrastrukturë dhe siguri rrugore, me ndriçim, si dhe me gjelbrim. Nisja e punimeve në këtë rrugë shoqërua me debate të forta të ekspertëve, pasi zgjerimi i saj solli jo vetëm prerjen e pemëve, por edhe ndërhyrje në gardhin rrethues të pallatit të brigadave. Ndaj sipas autoritetit të rrugëve, rishikimi i projektit ishte i domosdoshëm. Këshillat bashkiake komunal në Lezhë nuk janë mbledhur prej kohësh duke lënë pa ndihmë ekonomike me mira familje. Pas ankesave të shtuara nga familjet e varfra, Shërbimi Social u kërkon autoriteteve vendore që të miratojnë fondet e përcaktuara për shtresat në nevojë. 7.300 familje të varfra në qarkun e Lezhës nuk marrin dot ndihmën ekonomike. Shkak për këtë është bërë papërgjegjshmëria e pushteteve vendore, të cilët nuk zhvillojnë në kohën e dur mbledhjet e këshillave bashkiak dhe komunal. Përballë kësaj situate të vështirë dhe të pazakontë, Shërbimi Social i bën apel bashkive dhe komunave të zhvillojnë mbledhjet për shpërndarjen e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë. Të mos shkohet në hapin e fundit, që është hapi drastik të rheqja e këtyre fondeve. Që do të thotë, ka pasojë edhe për njësinë vendore ky veprim, sepse ata do të detyrohen pastaj që këto komunitet, këto pagesat i kalojnë përmes buxhetit të njësisë së tyre vendore. Përfaqësues të këshillave vendor të Lezhës pranojnë situatën, madje tregojnë se kjo vjen për neglizhencë të anëtarëve të këshillave. Ka dhe abuzime në këtë drejtim, pasi në mënyrë të tillë janë të ndërtuar këshillat vendore, sidomos nëpër komuna, gjë të cilën nuk funksionojnë normalisht, duhet gjetur një mekanizëm tjetër. E nëse 13% e familjeve të varfra në qarkun e Lezhës presin mbledhjen e këshillave vendor për të marrë ato pak para nga ndihma ekonomike, anëtarët e këshillave shkojnë ose jo në mbledhje e marrin rregullisht pagën e tyre. Ndonse shtëpit në fshatin turistik të Dardhës ndodhen të grupuara në shpatin e një malje, ato nuk i kanë shpëtuar grabitjeve. 10 shtëpi janë vjedhur kohët e fundit, çka ka alarmuar banorët. Ata i kërkojnë policisë të shtojë praninë e saj, pasi shumë ndërtesa janë braktisura pjesën më të madhe të vitit. Dardha, fshati turistik që frekuentohet kryesisht fundjavave dhe në kohë pushimesh, po sulmohet nga grabicit. Muajt e fundit rreth 40 shtëpi kanë rënë prej grabitjeve, ku kryesisht u janë marrë orendi dhe pajisje elektroshtëpiake. Banorët të Dardhës tregojnë se situata është alarmante. Sipas tyre, pas çdo grabitje, policia kryen procedurat, por ende nuk ka autor të kapur. Shtëpitë janë të mbyllura. Banorët nuk janë në shtëpitë e tyre dhe atje gjejnë momentin që të vend të plaçkiten. Policia ka arbitrar rastet, ka bërë procedurë verbale, marrën masat e duarve, nuk ka identifikuar akoma asnjëri. Banesat që sulmohen nga grabicit janë ato që nuk banohen gjatë gjithë vitit dhe në Dardhë zën pjesën më të madhe. Nga 110 shtëpi që ka fshati turistik Juglindor, vetëm 12 banesa kanë banor të përhershëm, të tjerët janë sezonal. Çdo telefon celular ka karikuesin e tij të posaçëm, por prania e tyre e madhe në treg sjell shqetësim për konsumatorin dhe ndikimin mjedis. Pikërisht për këtë arsye, ligjvënësit në Bashkimin Evropian kërkojnë të detyrojnë kompanitë që të prodhojnë një karikues universal për të gjithë smartphone-ët. Ligjvënësit e BE-s kanë votuar në favor të një drafti ligjor që do të detyronte prodhuesit e telefonave të mençur që të përdorin vetëm një lloj karikuesi.
Rregulloria është propozuar për të ulur humbjet elektronike në Evropë dhe do të prezantohet zyrtarisht më 2017-ën, siç bën të ditur BBC. Kjo i shërben interesave të konsumatorëve, por edhe të ambientit, ka thënë europarlamentarja Barbara Weiler. Prodhuesit kanë nisur që në 2009 të diskutojnë për një karikues të përbashkët për smartphone-ët. Megjithatë, ky hap pritet të ndikojë te kompani siç është Apple, që prodhon karikuesit e vet për pajisjet iPad dhe iPhone. Këshilli i Ministrave të BE-s duhet ta miratojë këtë draft para se të shndrohet në ligj. Paraprakisht, ky organ është shprehur në favor të tij. Ekspozita Takim Botësh e hapur në hallin e kryeministrisë ka ngjallur interesin e shumë qytetarëve. Ata kanë parë nga afër fotografi, dokumente e materiale që dëshmojnë kohën 6 mujore kur Shqipëria u drejtua nga Princ Vidi 100 vjet më parë. Takim Botësh, ekspozita e hapur në hallin e kryeministrisë, kushtuar periudhës së Princ Vidit në Shqipëri, ka pritur të shtunë vizitorë të shumë. Fotografi, objekte autentike historike dhe riprodhime të materialeve të asaj kohe kanë tërhequr jo vetëm të apasionuarit e historisë, por një publik më të gjerë. Edhe më tepër këtu, për me di se nuk e kemi parë ndonjëherë. Edhe prandaj jam shumë kurioz të di. Rëndësia që ishte Princ Vidit, nuk e kisha parë ndonjëherë, domethënë me kaq detaj. Unë studioj te Akademia e Arteve, edhe do të përpiqem që të bëj pullën postare për 100 vjetorin e Princ Vidit. Princ Vidi mbretëroi në Shqipëri për 6 muaj nga 7 marsi 1914 deri më 3 shtator 1914. Koleksionisti Nikola Xharo tregon se princi gjatë kësaj periudhe punoi me simbolikën e kombit shqiptar, me medaljet apo edhe uniformat ushtarake. Materiale këto që i gjen origjinale sikurse një shekull më parë. Krijoi shtetin shqiptar dhe njëkohësisht krijoi ushtrinë dhe uniformat të cilat deri në atë kohë nuk ekzistonin. Njëkohësisht emetoi dhe medalje të ndryshme, të cilat janë të pakta në numër dhe kanë vlerë shumë sot. Shumica e këtyre janë rastësia që i sjell në dorën tonë kur gjejmë në një element, në një objekt të asaj kohe, kuptohet, mundohemi të gjejmë origjinale, por edhe shumë nga koleksionistët federatës tonë kanë koleksione me kartolina të asaj kohe, që janë të lidhur me tematikën e Princ Vidit. Objekti më domethënës në këtë ekspozitë është ky flamur zyrtar, i ruajtur në Muzeun Kombëtar, por që është restauruar me shumë kujdes nga Frederik Stamati. Ne kemi punuar për një periudhë të gjatë kohë për ta restauruar, megjithëse nuk është mjaftueshme puna që kemi bërë, kërkon një restaurim të mëtejshëm për ta përforcuar dhe për ta siguruar përfundimisht. E çelur më 14 mars me rastin e 100 vjetorit të qeverisë së parë të njohur ndërkombëtarisht, ekspozita në ambientet e kryeministrisë do të qëndrojë hapur për qytetarët edhe ditën e diel. Aty janë ekspozuar objekte nga Muzeu Historik Kombëtar, dokumenta historike të asaj kohe të Arkivit të Shtetit dhe pjesa më e madhe e materialeve janë koleksione. Kjo është hera e dytë që holli i kryeministrisë ka hapur dyert për publikun e gjerë pas ekspozitës me fotografitë e 40 firmëtarëve të pavarësisë në nëntor të vitit 2012 me rastin e 100 vjetorit. Pas kthimit në vendlindje, artisti Pëllum Puçi ka hapur galerinë e parë të artit në qytet. Ai ka ekspozuar 170 punime në pikturë, kryesisht me tematik nga tradita e qytetit Gurt. Prej 20 vitesh Pëllum Puçi është emigrant në Greqi, por i kthehet në vendlindje në Gjirokastër për të hapur galerinë e parë të artit. Pasioni, dashuria për pikturën, por dhe mungesa e një galerie të mirëfillt në Gjirokastër e ka shtyrë këtë banor të qytetit të Gurt, që shtëpinë e tij në lagjen Palorto ta kthejë në funksion të artit. Në hapjen e galerisë, ideatori Puçi ka ekspozuar 170 punimet e tij në pikturë. Në këtë shtëpi është pothuajse është komplet Gjirokastra, duke e pikturuar dhe vizatuar nga të gjitha anët, si nga odat Gjirokastrite, avlit Gjirokastrite, çatit Gjirokastrite, oxhaqet Gjirokastrite dhe të gjitha elementet e tjera që i përshtatet të qytetit tonë të Gurt. Galeria e parë e artit në Gjirokastër do të jetë në funksion të artistëve që duan të promovojnë punët e tyre. Pasi ka siguruar një ndeshje miqësore me Hungarinë, në fund të majit, kombëtarja shqiptare e futbollit do të luajë edhe një derbi Ballkanas me Rumaninë. Sfidat janë një test i rëndësishëm për ekipin e Debiazit përpara nisjes së eliminatorëve për Europianin Francë 2016 në muajin shtator. Shqipëria do të luajë 2 ndeshje miqësore brenda pak ditëve në fund të muajit maj dhe në fillim të muajit qershor. Pasi është zyrtarizuar disa ditë më parë testi miqësor që Kuqezi do të luajë me Hungarinë në Budapest,
Tashmë është konfirmuar edhe arritja e marrëveshjes mes Federatës Shqiptare të Futbollit dhe asaj rumune për zhvillimin e një ndeshje miqësore më 31 maj. Miqësoria me rivalin ballkanik do të zhvillohet në stadiumin e Sionit në Zvicër. Trajneri i kugjezive Xhani Debiazi kishte kërkuar me ngulm edhe një tjetër ndeshje miqësore në datat e lira të FIFA-s në fund muajit maj, pasi kërkon të kolaudoj sa më mirë grupin e futbollistëve që ai do të ketë në dispozicion për fushatën e ndeshjeve eliminatore të Europianit France 2016, që do të nisë në muajin shtator me përballjen e parë në transfert kundër Portugalisë. Këtu kemi përfunduar edicionin e lajmeve të orës 15 në Vision Plus. Për më tepër informacione ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit visionplus.tv apo në rrjetin social Facebook. Mirupafshim.